që Albin Kurti jo vetë sot, po edhe në të kaluarën e aq më pak sot nuk intereson fati Kosovës. Kë ka marrë Kosovën peng, ka marrë institucionet peng, edhe është në gjitë katën e 22, edhe po tenton, se më thonë, po kërcënon me vetvrasje, ku ta merr Kosovën në fundin e tij politik. Nesër me kalu Albulena, ai ka me pengu procesin të nënkretarët. Njerëz shqiptar, mandej ata të minoriteteve. Nesër mjarë radha për kryeministër, ai ka me shëdzu pikërisht kryeparlamentarin e vet për mos më ia dhënë dytit, për më blloku dytin, për më mbyll dyrt, për më nal seancën. Pra, ai është një hilegji i cili me këto norma demokratike të cilat i kemi si shtet nuk i përshtaten. Tash paramendo, kur është marru Kushtetuta e Republikës së Kosovës, nuk ka paramendu kërkush që na do ta kemi në krye një kamikaz politik. Ajo është bërë për njerëz racional. Ajo është bërë për elita racionale, që interesin e shtetit e kanë primar. Nuk është bërë për kamikaz. Se qaj vendimi edhe Rasanit nuk është bashkëqashimi, kjo tjetër temë. Jo, nuk është tjetër temë. Sa i takon PDK-s, që kjo ideja që unë nuk shkoj me PDK-n, burim e ka urrëtin që Albin Kurti ka për UÇK-n. Do më thonë, ai PDK nuk mundet me duru për shkakt UÇK-s. Paralizon UÇK me PDK. Për shkakt UÇK-s. Sepse UÇK-ja për to është e parishme se kur u kanë koha për me luftu, ai është vetë dorëzu para autoriteteve serbe. E tash po dënë reprizë, po në politikë t'jashme Ramabaj reprizë nuk ka. Ka shku momentumi, ka mujtë mu po Adem Jashar, nuk u po. Pra, ai po kërkon tash reprizë dhe repriza tilla nuk ka. Urrëtin që ka ndaj PDK-s, e ka urrëtin ndaj UÇK-s, tash e 20 vjet i ka demonizu UÇK-n, edhe i ka demonizu krejt komandantët, edhe i ka demonizu krejt ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe bashkë me listën serbe, ka bërë një ligj të përbashkët lëvizja vetëvendosur me listën serbe, që janë ndalon edhe të ardhurat minimale ushtarëve të UÇK-s. E zgjedhjeve që kjo. Ushtarëve të UÇK-s. Jo, s'ka nevojë, veç pak. Veç pak, shumë mësu me në kryeministër të PDK-s. Veç pak. Mentalisht dushur përgatit për në kryeministër. Sot Albini nga tregoj. Me dëgjuar për qeveri o vëlla. Veç kryetarin e kuvendit s'po mundet me vërë. Për dy gjona, Ramabaj, për dy gjona dush mentalisht më përgatit. Për votën e lista sërbska me kalu Albulenën, përgatitu, edhe për një kryeministër PDK-s në krye me Bedrehamcën. Së beson as familja jote. Përgatitu. Për që të punë. A bën pak, shiko. Vendet me politikantë maturuar politikisht. Po ju përshëndet Gjeshdedaj. Edhe ne ato. Me visarin. A është mirë me shnet mirë? Si t'jetë mirë me shnet mirë? A e vete o mirë me shneta? Jo, unë i uroj 100 vjetë me i bo, 120. Po, sepse nuk du me ja kufizu, si po thëtë, po heq. Po du me thonë, nuk kam kur gjallë kunder, po du të them që në vendet ku politikan ka një farë lloj maturie politike, në momente kritike, e kalojnë vetë vetën. Njëra prej partive më të majta në Gjermani, Die Linke, që ka pas mundësi shumë lehtë edhe ajo më cilësuesi antikushtetuese, në raundin e dytë për herë parë i përcjell, për herë parë pas vitit 1949 në Gjermani nuk fitoi kancelari kandidat Friedrich Merz. U dashte edhe një votim tjetër. Kush e votoi? Die Linke ka votuar, sepse nuk pranonin t'ju vinin të impononin vullnetin politik neofashistët gjerman, AFD-ja. E kuptoni, kur flisni për politikën e jashtme, për rendin botror, për problemet me jashtë të tjerë, e kuptoni çfarë gjendje jemi.